Çfarë po ndodh realisht në Gaza? Kemi pasur apo jo armë pushime si rrethoj paqe? A është i duri, le themi, pozicionimi i krah Izraelit edhe këtë radhë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për këtë, por jo vetëm me kënaqësi do të bashkëbisedoj me zonën Eugenia Sotiri, eksperte e çështjeve ndërkombëtare. Faleminderit që erdhe. Faleminderit ju për ftesën. Përpara se dalim te Gaza, te qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklaratat e Benjamin Netanyahu, doja një koment për heqjen nga lista e zezë nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Milorad Dodik. Si duhet ta kuptojmë diçka të tillë? Ajo që po ndodh në fakt nuk është një e re apo nuk është një nga manovrat që Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithmonë e përdorin kur duan të japin frymarrje ose një mundësi e shans një shteti karshi liderit politik, mund të themi. Dhe në këtë rast e kemi parë se si SBA ka hequr nga lista për shembull edhe terroristë të ndryshëm për të ndihmuar vendin. Në këtë sens mendoj që ka një përpjekje nga SBA por edhe nga vendet anëtare të NATO-s që Kosova dhe Bosnia tashmë të kenë një mundësi për të antarësuar dhe antarësimi i tyre të vi me ritme më të shpejta dhe ndoshta të vi dhe në blok. Edhe pse kjo do të kërkojë një pas njëshëm njohjen e shtetit të Kosovës, por për sa i përket Bosnjës, janë dhe marrëveshje politike që SBA-ja i bën me liderët e ndryshëm politik, edhe pse deri diku ata e kanë mbajtur peng, mund të themi, procesin e demokratizimit dhe garancisë së sigurive në Sarajev, po le të themi në Republikën Srpska dhe gjithë Bosnjën territori. Në këtë sens mendoj që është një lajm pozitiv i ardhur nga SBA-ja kjo, edhe pse unë nuk pajtohem shumë me të gjithë politikat e Dodik, por kur vë në peshore mund të themi të ardhmen apo fatin e liderit politik me ato të vendit peshon më shumë me ardhmja e Bosnjës në këtë rast. Natyrisht. Eugenia, doja të të pyesja, ta ndajmë edhe ta qartësojmë paksa. Heqja nga lista e zezë është një karakteristikë administratës Trump apo ka ndodhur më herët? Ju me drejt cituat terrorist, tashmë edhe Milorad Dodik, se edhe në Shqipëri kemi pasur një debat shumë të madh më herët, hiqet non grata apo nuk hiqet non grata, hiqen sanksionet apo jo. Pra, është vetëm e administratës Trump kjo karakteristikë apo është konstatuar më herët? Me aq sa e kam ndjekur politikën e jashtme apo ato të brendshme të SBA-ve, është një politikë e cila apo janë taktika që i përdor Amerika gjithmonë, jo vetëm administrata e Trumpit, vetëm se Trumpi ka këtë, le të themi, profilin e tij të showmanit dhe bën më shumë buj lajmi i ardhur nga ai. Nga ana tjetër, unë përmenda kemi dhe rastin e liderit të Sirisë, për shembull, tashmë që është hequr nga lista e zezë e terroristë. Nga terrorist tashmë është lider. Tashmë është një lider i cili pranohet gjërësisht, por nga ana tjetër Trump gjithmonë i pëlqen që të bëjë dhe këtë balancën mes pushtetit të tij dhe Putin dhe normalisht për të tërheqja e një politikani si Dodik me një sentiment rus shumë të fuqishëm për t'i bërë karshillik Putin, pse jo, është një gjë e mirë për të. Kushti është largimi nga politika në gjykimin tonë, po sa të sigurt jemi që nuk do të involvohet në zhvillimet e vendit të tij? Mendoj që ky është kushti primar dhe për sa kohë kjo do të jetë edhe në interes të Dodik, sepse e dim që aferat korruptive apo edhe e ardhmja e tij mund të jetë një e ardhme ose mund ta presi burgu për shembull. Në këtë rast mendoj që mund të pëlqejet kjo alternativë edhe nga ai. Qartë. Shkojmë në linjën e mesme. Prisnim armëpushim, paqe, pakt, po me sa duket nuk po ndodh kështu. Kemi pasur sulme. I fundit ishte mbrëmjen e djeshme në mos gaboj me urdhrin e Benjamin Netanyahu. Shtetet e Bashkuara thonë, nëse sillen kështu, se aludohet për një incident i stimuluar, i improvizuar nga Hamasi, ata do të asgjësohen. Si duhet ta kuptojmë këtë paktin e paqes? Kemi pasur paqe apo jo, Eugenia? Unë kam qenë gjithmonë në qëndrimit që në fakt plani për 20 pikësh nuk është dhe nuk ka qenë një plan paqe, por ka qenë një plan, vazhdoj ta quaj gjithmonë një draft i hartuar nga Izraeli, duke patur parasysh që të gjitha këto pika nuk e marrin në konsiderat të drejtën e Palestinës për të ekzistuar apo të drejtën e vetvendosjes, nëse do të bëjmë një paralele me Kosovën për shembull. Në këtë sens mendoj që preteksti apo situata e stisur, sikurse dhe ju e vini në
në dukje me të drejtë, nga ana e Izraelit ka qenë një moment për ta shfrytzuar pikërisht të vakumin apo këtë qetësinë dhe për të rigoditur sërish. Dhe mendoj që sulmet të tilla do të vazhdojnë dhe do të jenë po aq të shtuara ndoshta në ditët në vijim, pasi nuk mendoj që Hamasi do të qëndrojë i heshtur dhe pa goditur. Arsyen kryesore dhe madhore do të thoja nuk është preteksti i kthimit të mbetjeve të vrarëve izraelit, më tepër se sa është pikërisht fakti që Hamasi nuk po pranon të çarmatoset, apo kushti i vetëm që Hamasi ka vendosur për dorëzimin e armëve është ndaj një autoriteti palestinez dhe jo një autoriteti apo i të huajve këtyre teknokratëve të cilët do të vendosen nga Izraeli apo forcave fuqive ndërkombëtare që do të vinë dhe do të qeverisin vendin. E në fakt pretendime për këta trupa ka pasur Izraeli deri tani. E këtu e kanë fjalën për Turqinë. Jo, nuk i dua. Pse? Ka frikë? Turqia mund të themi që te kjo me plot gojën është një nga aktorët më të rëndësishëm të atij rajoni, ku nuk ka vetëm lidhjet e saj me këtë shtetet apo vendet arabe, të cilat kanë edhe një vijë fetare të besimit të ngjashëm mes tyre, por Turqia dhe për më tepër Erdogan, sikundër disa lider të tjerë, ka qenë shumë vokal dhe ka qenë shumë zëshëm në atë çka Izraeli po bën, duke e etiketuar dhe targetuar genocidin, pastrimin etnik apo dhe krimet e luftës që Izraeli apo dhe Netanyahu ka ndërmarrë në Gaza, dhe në këtë rast mendoj që për Izraelin një vend që ka një retorik kaq agresive kundrejt tij dhe kundrejt asaj çka po bën, nuk është shumë e arsyeshme që t'i pranoj boots on the ground, pra ushtarët apo forcat e sigurisë turke në territorin e Gazës, duke qenë se do të forcojë më tepër popullsinë në Gaza dhe në të gjithë Palestinën. Por edhe pozicionin e Turqisë apo jo. A do të ketë ndonjëherë luftë? Ne të shpresojmë që nuk do të ketë kur më luftë, po a mundet të ketë, le themi, tensionet cilat mund shkojnë edhe në luftë midis Izraelit edhe Turqisë, apo kjo është e pamundur? Ka disa alternativa dhe ka disa skenar nga ekspertë ndryshëm. Unë nuk e ndaj, mund të themi, këtë frikën në një konflikti mes Izraelit dhe Turqisë. Tashmë jemi përtej 2 viteve luftë dhe e kemi parë të gjithë modelin e ekspansionizmi që Izraeli apo atij zjerimi që Izraeli po ndjek, dhe në të gjithë le të themi këtë model të ripërsëritur nga ai, kemi parë Libanin disa herë ku Izraeli është zjeruar, po ashtu dhe Siria vazhdon edhe momentalisht Izraeli ka një qasje zjerimi në të, apo Jordania, por Turqia gjithmonë e ka bërë Netanyahu që të jetë më i kujdesshëm dhe më i matur. Dhe në këtë sens mendoj që edhe vetë politika e jashtme turke me këtë pan-otomanizmin që Erdogan e ka përzemër dhe e ushtron vazhdimisht, mendoj që e step pak Izraelin për të konfrontuar. Uroj të jetë kështu dhe uroj mos ta kem gabim, pasi një luftë apo një konfrontim me Turqinë do të përfshi mandej ndoshta edhe Shqipërinë apo dhe të gjitha vendet anëtare të NATO-s, duke patur parasysh që Turqia është një nga vendet e NATO-s. Kuptova. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpeshherë na është shfaqur si një palë ndërmjetme, e cila ka dashur që tul, le të themi, tensionin. Po është vërtet e tillë, këtu e kam fjalën për konfliktin midis Izraelit, Palestinës, Hamasit, atë që po ndodh në rripin e Gazës. Është kështu palë ndërmjetme apo është në krahët e Izraelit? Ju si e perceptoni? Unë e perceptoj dhe e kam parë gjithmonë politikën e SBA-ve të lidhur me Izraelin. Mund të themi që interesi i SBA-ve ka qenë jo vetëm krijimi i shtetit të Izraelit, por edhe garantimi i sigurisë dhe jetesa në paqe mes të gjithë, le të themi, kufitarëve apo komshinëve të Izraelit, duke qenë se nëse mund shikojmë hartën, duket qartë që Izraeli kufizohet nga vende arabe të një besimi të kundërt me të. Dhe në këtë sens mendoj që Amerika gjithmonë e ka në interes të saj primar fuqinë apo fuqizimin e Izraelit në rajon, edhe për interesat e saj primare,
në sensin që është një balancë shumë e mirë dhe e nevojshme e Iranit për shembull. Dhe fuqizimi më i madh i Izraelit bën të mundur që ajo balanca apo ajo peshorja e fuqisë të hanoj nga SBA-ja dhe jo nga Irani. Edhe kur ka dyshime të forta se po kryhet genocid, pastrime etnike dhe të tjera si këto? Edhe kur ka dyshime apo kur ka raporte kokfort i shuaj unë gjithmonë si ato të dala nga Kombet e Bashkuara apo edhe nga zyrtar të tepër teknicien të mirë të cilët e njohin gjuhën e të drejtës ndërkombëtare, mendoj që Amerika vazhdon dhe me aq sa unë e kuptoj vazhdon dhe qëndron krah Izraelit. Është në fakt është shumë e qartë edhe në momentin kur shikohen deklaratat që vijnë nga JD Vance apo edhe nga Rubio, nëse do t'i dëgjojmë me vëmendje deklaratat e tyre apo konferencat për shtyp për shembull, asnjëherë nuk përdoret fjala genocid apo krime lufte, janë fjalë të cilat apo shpopullim, janë fjalë të cilat me shumë kujdes shmangen nga këta zyrtar të lartë. Çfarë do ndodh në Palestinë? Mendoj që jemi në një rikthim të konfliktit dhe kjo nuk mendoj që është një spekulim apo hamendësim, por e shikoj në mënyrën se si të gjitha këto kërkesa apo këto interesa përplasen mes njëra tjetrës. Gjithnjë, Hamasi, por edhe autoriteti i Palestinës në bregun perëndimor kanë kërkuar të ushtrojnë të drejtën e vetëvendosjes, jo vetëm për të ushtruar të drejtën e qitë përfshirjes së qeverisjes në teritorin dhe popullsinë palestinese, por edhe të drejtën e njohjes të shtetit. Dhe është diku të mbi 157 shtete që e njohin Palestinën tashmë dhe është shumë afër, le të themi, formimit të saj si një subjekt i drejtës ndërkombëtare. Dhe ajo që unë mendoj që do të ndodhë, se uroj që të ndodhë, është pikërisht zgjidhja me dy shtete, Palestinë dhe Izrael, megjithatë primare do të thoja është pikërisht zgjidhja një herë e mirë e të gjitha konflikteve territoriale apo i atyre teknikaliteteve se çfarë do të jetë tashmë Palestina, pasi nuk kemi vetëm këtë shfarrosjen, por kemi nga ana tjetër edhe zjerimin e vendbanimeve ilegale izraelite. Ndaj, mendoj që Izraeli do të vazhdojë me zjerimet e tyre vendbanimeve dhe me këtë fushatën e tij të pastrimit etnik në të gjithë të territor, dhe fati i Palestinës fatkeqësisht do të jetë ai një Do të jetë në duart e Izraelit dhe SBA-ve. Patjetër, në duart e Izraelit, dhe do të jetë ai një vendi ku apartheidi tashmë apo ndarja e të privilegjuarve dhe atyre që kanë akses në të mira dhe shërbime dhe atyre që do të vuajnë pasojat e luftës, do të jetë ajo që do të prevalojë më tepër se sa zgjidhja me dy shtete. E kuptova. Gjina, doja të flisnim pak edhe për marrëdhënien SBA-Rusi. Sanksione të forta kundrejt dy kompanive të naftës me synimin për të mposhtur, le themi, të gjithë mekanizmin e luftës. Do t'ja arrin apo jo? Si i cilësoni këto sanksione? Janë të rëndësishme? Sanksionet janë mekanizma që shtetet e fuqishme apo aleatët përdorin për të ndërshkuar, për të kërcënuar, po këto cilësohen si historike? Për të frenuar. Dhe unë kështu e shoh në fakt. Janë mekanizma historike të cilat kanë treguar jo vetëm me Rusin, por edhe me vendet të tjera që nuk kanë funksionuar, për vetë faktin që shtetet janë të prirura të gjejnë alternativa dhe zgjedhje opsionale për të vazhduar tregtinë e tyre në mënyrë që të mbajnë gjallë jo vetëm ekonominë, le të themi që prek popullsinë civile, por edhe të gjithë makinerinë e luftës. Rusia ka të lehtë ta gjejë Kina? Patjetër që po. Rusia jo vetëm me ka të lehtë Ka punuar për të krijuar infrastrukturën. Pikërisht, ka punuar me kohë për këtë gjë në momentet apo në periudhën që gjithë Perëndia mendonte që Kina po fle. Në fakt Rusia me shumë zgjuarsi po vendoste marrëdhënie të reja dhe po krijonte aleatë të ri në mënyrë që të diversifikonte burimin le të themi energjetik apo burimin e të mirave materiale, dhe kjo shihet jo vetëm
vetëm me shkëmbimin e naftës dhe gazit apo burimeve energjetike, por shihet në këtë rast edhe me shkëmbimin e armatimeve të cilat kanë dual use që quhen, pra përdorim të dyfisht, nga të cilat Rusia po përfiton tepër, por nga ana tjetër kemi edhe përpjekjet e Rusisë për shembull për ta tërhequr më shumë Indinë afër saj, kur e kemi parë që India gjithnjë ka qenë e lëkundur, por edhe kërcënimi për shembull që Trumpi bëri Indisë për të mos bler gazin rus duket që nuk funksionoi. Pra, e gjitha le themi është një lojë, se madomendja edhe Rusia është përgatitur për i bërë ballë një dite të tillë, edhe Trump e di që nëpërmjet tyre sanksioneve Rusia ka pasur kohë mjaftueshme për të mbështetur te Kina. Unë mendoj që duke patur parasysh edhe profilin e Trumpit, mendoj që këto janë kërcënime më tepër që ai ja bën Europës apo Bashkimit Evropian sesa Rusisë drejt për drejt, pasi ai shpesh e ka shprehur që janë vende të Bashkimit Evropian të cilat kanë një ndërvarësi nga gazi rus dhe pikërisht është më e udhës dhe më me interes dhe më e lehtë ndoshta për Europën të stopojë apo të mbylli rubinetin e gazit sesa për Rusin që të stoposh Rusin të vazhdoj marrëdhëniet e tregtisë me Kinën dhe Indin. Në këtë rast mendoj që vende për shembull si Hungaria apo Slovakia, por edhe vende të rëndësishme të Europës qendrore do duhet që një herë e mirë të ndërpresin të ndërvarësinë nga Rusia në mënyrë që ajo leva politike apo kërcënimi ndaj një ndëshkimi të jetë më efektiv kundër Rusisë. Qartë. E fundit, një lajm i cili flet për një pozicionim të mirë të Rusisë kundrejt Iranit, e këtu e kam fjalën për një temë të rëndësishme siç është programi bërthamor. Ka ndonjë gjë që le të themi në një farë mënyrë duhet ta dim, pra ka zhvillime të cilat përcaktojnë këtë qëndrim apo mund të themi se qëndrimi i Rusisë kundrejt Iranit ka qenë një gjithmonë? Për ta vendosur në kontekstin e zhvillimeve kam fjalën. Unë do doja ta shikoja pak në një nivel, le të themi makro dhe asaj çka po ndodh në nivel global me balancat e fuqisë bërthamore. Deri tashmë ne kemi njohur disa aktor të cilët janë fuqi bërthamore, ku Rusia tashmë riafirmohet dhe në këtë klubin e bërthamorëve asnjëri prej shteteve nuk do që të hyjnë vende të tjera. Megjithatë, në kontekstin e luftës në Ukrainë, por edhe në kontekstin e genocidit në Gaza, për Rusin dhe Putin, qasja ndaj Iranit duket se shkon më tepër një qasje pozitive, pasi e shikon si të ngjashmin e vet, duke qenë se ndajnë le të themi të njëjtin armik, jo vetëm SBA-t, por perëndimin si blok. Në këtë sens, ajo që dhe Trump po përpiqet në këto ditët e fundit të bëjë, apo ndoshta të gjitha veprimet e Trumpit që e stepën edhe në takimin e tij me Putin në Budapest, janë pikërisht si një rezultat i nevojës për të rikalibruar edhe një herë të gjithë retorikën bërthamore mes shteteve superfuqi, dhe këtu fusim dhe Iranin. Gjithmonë ka qenë ky kundërshtimi, por edhe kritika që i është bërë Iranit si një vend i cili nuk është transparent, po furnizohet, po fuqizohet me burime bërthamore, kur nga ana tjetër kemi vende si Izraeli që kanë në strategjinë e tyre këtë ambiguitetin për mos të treguar fuqinë e tyre bërthamore. Në këtë sens mendoj që për Rusin futja e një aktori i cili nuk është perëndimor në këtë klubin e bërthamorëve është diçka që i vjen për shtat, pasi edhe balancat mandej në përdorimin apo kërcënimin e përdorimit të fuqisë bërthamore do të jetë më e lehtë për Rusin për të projektuar fuqinë. Qartë, jam dakord me gjithë të që ju thoni, po ama SBA i vendos vit kuqe, Rusia e mbështet. Ka një konflikt apo s'ka? Patjetër ka konflikt. Ka konflikt, por unë nuk e shikoj që është një konflikt që do të shpërthejë në një konflikt
konvencionale, apo do të jemi po në retorika, apo po në këtë narrativën politike mes këtyre vendeve, por nga ana tjetër, për shembull, aq sa shqetësuese për audiencën, unë të doja të merrja shembullin e asaj çka ne pam edhe me testimin që Rusia bëri të armës së re bërthamore. Ato vinë fill mbas testimit të madh që NATO bën për herë të parë publik. NATO ka qenë gjithmonë një aleancë e cila ka qenë diskrete në lançimin apo në projektimin e fuqisë bërthamore, pasi është tepër e rrezikshme për sytë e botës, por për herë të parë këtë javë ne e pam që kishte testime dhe stërvitje shumë të rëndësishme në polin e Veriut. Tani po bëjnë kashillik njëri tjetrit. Dhe tashmë fillohet dhe bëhet ky kashilliku dhe jemi po në të njëjtat terma të deterencës, pra të përmbajtjes bërthamore, por po aq edhe të kësaj garës armatimeve që është rilindur edhe një herë. E fundit, pse anulloi Trump takimin me Putin? Unë e kam thënë në fillim që për Trump lançimi i një mundësie për të takuar në Budapest ishte një testim që i bënte vendeve të Bashkimit Evropian për të parë se si ato do të reagonin në momentin që Putin do dilte nga izolimi ndërkombëtar diplomatik, por do të dilte pikërisht në një tokë të Bashkimit Evropian dhe në një territor të NATO-s. Pra këto vende apo vendet në të cilat do kalonte në territorin e tyre ajror do ta arrestonin. U krijua në fakt, por për sa kohë nuk pati një mbështetje nga Putin apo dhe nga diplomatët, nëse keni ndjekur edhe Lavrov, për shembull, në deklaratat e tij, u duk qartë që Rusia nuk ishte e gatshme për të ulur në tavolinë për një armëpushim, për sa kohë, unë vazhdoj e them shpesh, për sa kohë Zelenski nuk është i gatshëm që të bëj pase dhe ta lëri vendin të shkojnë në zgjedhje të parakohshme. Problemi është Zelenski. Patjetër. Nuk është legjitim. Për Putin, ai vazhdon mos të jetë legjitim. Është vetëm alibi? Unë mendoj që është alibi, patjetër. Nuk duhet asnjëherë të harrojmë që kur vendi është në luftë, kemi ligjin marcial, kemi mungesën e funksionimit efektiv të qeverisë dhe të gjitha pushtetet normalisht i merr ushtria apo komandanti i forcave të armatosura dhe në këtë rast është Zelenski. Por për Putin Zelenski asnjëherë nuk ka qenë legjitim, edhe për mënyrën se si erdhi në pushtet me një suport shumë të madh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët evropian. Ndaj patjetër është pretekst, por në luftë çdo gjë lejohet fatkeqësisht dhe janë pretekstet ato që e fillojnë dhe stopojnë luftën. E vërtet. Faleminderit shumë. Faleminderit, kënaqësia ime. Shkëputemi për pak publicitet, do të rikthehemi. Zhvillimet më të fundit për Take-Uffinve, pra paskinat në arenën ndërkombëtare.